E qartë, më vonë Matilda, kur natyrisht që të vinë edhe njerëzit edhe të nisë marshimi drejt të kryeministrisë, kthehem tek Sara Demushi. Sara, dua të di më konkretisht çfarë ka ndodhur mbrëm në fan zone dhe do doja të dija qasjen e protestuesve dhe reagimin e policisë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Mbrëmjen e shkuar, rreth orës 23, është edhe ora në të cilën protestuesit mblidhen kryesisht në sheshin Skënderbej. Është bërë një itinerar tashmë pothuajse i njohur nga ana e protestuesve teksa marshojnë në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Mbyllja e protestës bëhet pikërisht aty edhe ku nis në sheshin Skënderbej. Gjatë mbrëmjes së shkuar, teksa vazhdon kampionati, teksa luhen ndeshje të ndryshme ndaj ekipeve të ndryshme, në sheshin Skënderbej, në njërin anë të sheshit Skënderbej është instaluar një fan zone për të gjithë sportdashësit, ku mund të ndjekin ndeshjet të ndryshme të kampionatit botror. Gjatë mbrëmjes së shkuar, në momentin që protestuesit janë mbledhur në sheshin Skënderbej, një pjesë e tyre kanë shkuar pikërisht në zonën ku është ndërtuar fan zona, ku ju kanë bërë thirrje qytetarëve të ndryshëm, të cilat ishin të ulur duke ndjekur ndeshjen, duke ju kërkuar që t'ju bashkohen protestës qytetare, e cila ka nisur tashmë dhe ka hyrë në javën e tretë të saj. Kjo ka qenë arsyeja për cilën policia ka nisur edhe hetimet sa i përket këtij rasti, duke proceduar mbrëmjen e shkuar 16 persona, ndërsa janë shpallur në kërkim 2 të tjerë. Euronews Albania disponon emrat e personave të cilët janë proceduar në gjendje të lire, po ashtu edhe të 2 personave të tjerë të shpallur në kërkim, ku ndaj tyre Mirela akuzohen për veprat penale. Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, prishja e rendit dhe qetësisë publike dhe organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme. Janë 3 vepra penale të cilat rëndojnë ndaj 35 qytetarëve, pasi këtu kujtojmë se edhe gjatë mbrëmjes, gjatë disa ditë më parë, teksa kanë marshuar në rrugë të kryeqytetit dhe më pas janë drejtuar në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, janë proceduar edhe disa persona të tjerë, duke shkuar numri total i personave të proceduar deri në këto momente 35 persona. E qartë, dua të di për tubimin, marrin leje në polici, si është procedura e të gjithë zhvillimit të këtyre protestave? Komunikohet me policin, njoftohet policia paraprakisht, si është dinamika? Sa i përket zhvillimit të protestave në kryeqytet dhe këtyre të fundit, por edhe partitë politike kur zhvillojnë protesta, kanë si detyrë të njoftojnë policin të vënë në dieni për të treguar se cili është orari i nisjes dhe orari kur përfundon protesta, e po ashtu nga ana tjetër edhe për vendin ku do të zhvillohet protesta. Gjatë këtyre ditëve, protesta organizatorët i kanë dërguar, e kanë vënë në dieni drejtorinë vendore të policisë së Tiranës për zhvillimin e protestave dhe vihen çdo ditë në dieni strukturat e policisë, duke nisur nga ora 18 deri në orën 22, por tashmë duke qenë se për shkak të temperaturave të larta, është vendosur që protesta tashmë do të nisë nga ora 19, ora për cilën do të jetë edhe momenti i përfundimit të protestës është ora 23 mbrëmjen e sotme. Por pavarësisht këtij orari, në fakt në netët e shkuara, ajo çfarë vjet re është se është të kaluar gjithmonë, është zgjatur më shumë se sa orari për cilën janë vënë në dieni strukturat e policisë, duke shkuar deri në orën 23, apo edhe rasti në 3 mëngjesit kur u marshua në drejtim të aeroportit. E qartë, duat mbledhem në një zhvillim shumë të rëndësishëm të ditës së sotme. Është një deputete e Kuvendit të Shqipërisë, Mariana Koçeku. Ajo ka deklaruar largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, po vazhdon të jetë deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Shkrua në rrjetet sociale ditën e sotme një mesazh që ju drejton bajrave të Shkodrës: nëse familjes teme i preket qofte edhe një qime floku, unë s'kam e lampa ju shkatrue sa të kem jetë. Ka qenë ky mesazh i shkruar në rrjetin social të zonjës Koçeku. Dua të di, Sara, po, ky është dhe mesazhi, ndërkohë që ju lutem them tek Sara. Sara, dua të di, deri në këto momente, ka